Prilli është kthyer një ditë shumë të rëndësishme për shqiptarët e Malit të Zi, por dhe shqiptarët gjithë vendin, ku për herë të parë në historinë e tyre do të kenë një konsullat në komunën e Ulqinit. Fakt është një moment i shumë pritur për të gjithë faktorët politik, por dhe shqiptarët në përgjithësi në këtë zonë, të cilët kanë shumë kohë që luftojnë për një gjë të tillë. Në fakt ditën e sotme kanë qenë personalitetet të shumta të politikës së Malit të Zi, por dhe personalitetet të politikës shqiptare. Të pranishëm kanë qenë zëvendës kryeministri i Malit të Zi, zoti Ervin Ibrahimović, ndërsa gjithashtu i pranishëm ka qenë dhe ministri për Europën dhe punët e jashtme të Shqipërisë, zoti Idi Hasani, të cilët të dy në fakt kanë qenë të njësuar në qëndrimet e tyre, duke vlerësuar këtë ditë si shumë të rëndësishme për bashkëpunimin dhe për ecurinë e përbashkët të këtyre dy vendeve, për integrimin e tyre në Bashkimin Evropian. Gjithashtu kanë qenë edhe përfaqësues të tjerë të lartë të shtetit, të cilët e kanë përshëndetur ditën e sotme këtë ceremoni, ndërsa gjithashtu i pranishëm ka qenë edhe kreu i komunës së Ulqinit, zoti Genci Niman Begu, i cili e ka vlerësuar këtë ditë si një shpërblim për gjithë përpjekjet dhe vlerësimin e shqiptarëve në Mal të Zi, por dhe shqiptarëve në përgjithësi dhe temin në integrimin e tyre në shoqërinë e Malit të Zi, por dhe ndërtimin pse jo të kësaj shoqërie për përqimin më tej të vlerave dhe virtyteve që ato kanë. Do të thënë fakt që në fillim të fjalës së tij zoti Niman Begu pati dhe një lloj zemërime apo le të themi një lloj ndinjate për atë çfarë po ndodh ditët e fundit në zonën e Ulqinit, para në protestën që është raportuar 2 ditë më parë, sa i takon edhe asaj që po quhet nga qytetarët këtu si shitje e Bregdetit në Ulqin, ndërsa pak nga komunikimi që kemi pasur me të ka pasur edhe një komunikim me përfaqësuesin e Ministrisë së Jashtme të Shqipërisë, zotin Idi Hasani. Për më shumë, ju ftoj të ndiqni edhe kronikën e realizuar nga ekipi Star Plus këtu në Malin e Zi. 7 prilli ka shënuar një datë rëndësishme historike për shqiptarët e Malit të Zi, pasi në komunën me shumicë shqiptare të Ulqinit për herë të parë u hap konsullata shqiptare. Autoritetet të shumta të politikës shqiptare dhe asaj të Malit të Zi ishin prezent në këtë aktivitet. Ministri për Evropën dhe punët e jashtme të Shqipërisë e vlerësoi këtë ditë të rëndësishme për bashkëpunimin mes dy vendeve. Ky qytet i mrekullueshëm me pasuritë e tij natyrore, historike dhe kulturore ka qenë gjithmonë një urlisë midis dy popujve tanë, një simbol i bashkëtesës paqësore dhe i respektit reciprok ndër shekuj. Zëvendës kryeministri i Malit të Zi, Ervin Ibrahimović, prezent në këtë event tha se kjo ditë rithekson edhe një herë bashkëpunimin mes dy vendeve fqinj. Fakti që selia e konsullatës së përgjithshme ndodhet në Ulqin, një qytet që përfaqëson një shembull të multikulturalizmit dhe harmonisë së bashkëjetesës, e vërteton edhe më shumë këtë lidhje të fortë mes popujve tanë. Kreu i komunës së Ulqinit Genci Niman Begu, ndër të tjera tha se tashmë kjo ditë është e rëndësishme për shqiptarët dhe rolin e tyre në Malin e Zi. Për komunitetin e Ulqinit, sot është një ditë historike. Ditë historike, ditë nderi, sepse konsullata e përgjithshme e Shqipërisë hap dyert e veta në mënyrë solemne. Nga dita e sotme në krye të konsullatës së përgjithshme në Ulqin u emëruar Bendoqi, vizita më tej vjoi në ambientet e konsullatës në Ulqin. Kjo është një ditë historike për shqiptarët e Malit të Zi, pasi për herë të parë do të kenë një konsullat në komunën me shumicë shqiptare jashtë vendi.